Kthehemi përsëri shikues të nderuar, jemi me avokatin Egjell Goçaj, tashmë njihet në komunitet, është një djalë, do thosha, që ka filluar aktivitetin e tij qyshherët që në rini, edhe për çështjet kombëtare shqiptare, por mandej puna e avokatit merr kohë dhe unë jam shumë i kënaqur që ai është i lidhur me komunitetin shqiptar atje dhe pse ka nivel më të mirë jetese me kombësitë e tjera, por është njëkohësisht avokati i komunës së Tuzët, edhe ku më mirë se sa avokati i di ato problemet të hallet, por kryesisht edhe sukseset, ose cila është pjesë e historisë të kësaj komune, apo jo avokat. Si është jetesa krahasuar me banorët e Malit të Zi, jetesa e pakicave nacionale si janë? Shikoni, në kaluamën ka kanë jashtëzakonisht shumë e keq, shumë e dobët sepse nuk ka pas punësime. Nuk ka pas punësime, ti ke mujt të punësosh në biznise private ose të punosh në bujqësi. Por sot është permisuar në nivel jashtëzakonisht të madh, për arsye se sot e besojnë në administratë, qoftë ajo lokale ose ajo qendrore, mund mendoj se kemi mbi 400 persona të punësuar ose 400 familje. Sot nëse nuk do të ekzistoshin këto gjitha që i kemi biseduar përpara, këta persona sot do të ishin pa punë. Atëherë aty lidhet ai motivimi, domethënë nëse kryen fakultetin dhe kryen shkollën e lartë ose shkollën e mesme, nëse ngel pa punë, atëherë hupet ai motivacion. Sot e shohin të rinjt dhe të reja dhe e shohin studentat se kanë pse të studiojnë, dhe nëse janë kuadra të mira dhe duan me punua, nuk ka kur farë arsye që të shkohet në diasporë dhe të vjetë këtu me punua. Se ndoshta do të marrin pak sa më shumë lek, po prapë ata lek që do t'i marrin këtu në diasporë, do t'i shpenzojnë edhe më lehtë me qenë se është jeta shumë më e shtrejtë se atje. Kështu që mendoj edhe nëse realizohen këto programet Evropa tani 2 dhe Evropa tani 3, u mendoj që edhe rroga mesatare të Malzit do të bëhet 1000 euro, shumë shpejt do të 1500 euro, kështu që nuk do të jeni rrogë e vogël, aktualisht është diku rreth 800 euro është rroga mesatare në Maltezi. Që është prapë rroga më e lartë në krejt rajon të Ballkanit të shteteve të cilët nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Kështu që u mendoj shumë shpejt nëse arritet, vazhdohet me këtë marsh politik dhe ekonomik, ekziston mundësia shumë e mirë që Mali i Zi ata arrin spaktit nivelin e Kroacisë. Avokat, ju vazhdoni të jeni i ri, po jo rini. Në kohën tuaj të rinisë keni qenë aktiv, keni organizuar aktivitete të ndryshme, televizioni joni ka transmetuar ato, por unë do të pyes për të rinjt, shkollimi i tyre, formimi i tyre, cilat janë ato anët më pozitive, po pse jo dhe në qoftë se ka një fenomen që nuk është, ose është problem, nuk është shumë i mirë, mund të thuash. Kem një rini shëndetshme, kem një rini të mirë, kem një rini të mençime, kemi një rini cila është niveli teknik dhe teknologjik, cila e një këto rrilla të zhvillim teknikës dhe teknologjisë, cila shkon me kohën, numri i atyre të cilët studiojnë ose që janë regjistruar për fakultete është jashtëzakonisht i madh, madje mund të themi që gati 50-60% atyre që e përfundojnë shkollën e mesme dhe regjistruohen në fakultete të ndryshme. Për çdo vit kemi prodhim të studentave shumë të mirë të atyre domethënë zonave. Kem profesionistë, kem njerëz të dalluar dhe vazhdojnë sepse është kuptuar se nëse mëson, studion, arrin sukses, ke mundësi edhe të punësohesh edhe ke pse të veprosh, ndërsa në të kaluamën ka kanë një si themi histori pak më e zymt në kuptimin se njerëzit kanë kryer fakultetet, kanë ngel me punë me vite të tëra, edhe si zgjedhjet e vetme kanë zgjetur ardhen këtu, posaçërisht në SBA të punësohen edhe të punojnë në si shqequni ju në për construction apo të merren me punë në për restorane, por jo dhe mos të ushtrojnë punën e tyre profesionale të cilët e kanë përfunduar me fakultet, se kemë shumë njerëz që kanë përfunduar fakultetin, të cilët e kanë pa mundshëm nga rregjimi i kaluar që të punësohen dhe kanë ardhur punojnë këtu si punëtor krahit. Kjo çka do të thënë është një fatkeqësi e madhe, por nuk ndodh ajo nuk mund të ndodhin. Do të thënë nëse dikush kryen fakultetin, është profesionist, do t'i kenë dyert hapur që të punësohet dhe të fillojnë karrierën e tij në vend të vet, se nuk ka kur më mirë se në vend vet jetohet. Cila do të ishte këshilla juaj për drejtuesit, për politikanët aktual që janë në Maltësi? Jo në pikpamjen që ju jeni një profesor i politikës, por parë nga pikpamja juaj profesionale, nga eksperienca juaj e këtyre viteve, çfarë do të bëjnë kujdes?
Unë kam kuptuar një gjë, një çështje që është jashtëzakonisht e rëndësishme, duke qenë edhe profesor I sistemit politik të Bashkimit Evropian. Është një landë, është shkencë. Edhe pjesë e asaj lande është zhvillimi politik I Bashkimit Evropian. Edhe çka mund të mësohet nga zhvillimi politik I Bashkimit Evropian, se nga koha e Robert Schumanit, se deri tani kuptohet që bashkimi bën fuqi. Luftat kryesore mes Gjermanisë dhe Francës, të cilat janë dy shtyllat kryesore të themelimit të Bashkimit Evropian, ka qenë pika, si themi, e kontestimit ose edhe luftës, ka qenë Strasburgu. Sot aty gjendet Gjykata Evropiane për drejtat e njerëzit. Pikërisht aty në atë territor, në atë komunë, në vend. Do të thënë, edhe e kanë kuptuar edhe superfuqi të mëdha si Franca, si Gjermania dhe tjera shtetet përreth, se duhet bashkëpunuar dhe duhet bashkimi. Çka nën kupton kjo? Tana këto suksese të cilat I kanë ka arrit forumi shqiptar, bosh tira në arrit, por edhe më tira është të mbahen, të ruhen. Dhe këto mund të ruhen, siç I ka ruajë edhe Bashkimi Evropian, ato të vlerat e saj dhe ka shkuar me vitet e tëra të I përforcuar dhe të I zhvilluar dhe të I integruar, ku kanë ardhur gati të themi në disa aspekte kanë ardhur deri të formimi një shtetit themi federal, disa aspekte konfederal e disa aspekte normal edhe si organizat sui generis ndërkombëtare. Por ama nëse partitë shqiptare, edhe ai do të ishte këshilli im që ky forum, këto parti ta ruajnë njëri tjetrin dhe ta ruajnë domethënë veten që të rrinë bashkë. Mos të ndalen se në momentin kur të hyjnë shpërndarja ose themi të hyjnë ujku mes tyre, ata do të kthehen mbrapa aty ku kanë para vitit 2015-16, por e besoj që kjo nuk do të ndodhin, sepse ka njerëz, ka koka të cilat do ta kuptojnë se shqiptarët në Maltezi do të jenë faktor dhe vazhdojnë të jenë faktor vetëm nëse janë të bashkët. Domethënë kjo është këshilli se kur janë të bashkë, janë të fortë, edhe s'ka kush çka t'u bajnë nga jashtë, sepse janë faktor. Edhe ai është këshilli kryesor, se ta ruajnë, dinë me ruajë dhe ta mbajnë këtë çka është fituar momentalisht. Faleminderit avukat. Dhe pyetja e fundit me diasporën. Si shikoni juve diasporën dhe çfarë kërkoni për diasporës që të ketë një produktivitet më të mirë për çështjen e vendlindjes, pasi të gjithë pasionatarët këtu ku janë në forma mënyra të ndryshme, të bashkuara, veç si familja, si fis, ata japin dimesën, por cili është mendimi juaj? Diaspora vazhdojnë rrugën cilën e ka banë deri tani, ajo ka I herë së pari që të rrinë afër vendindjes së vet, të mbahen kontakte të afër, edhe me institucionet atje në shtetin e Maltezi, me komunën e Tuzit, me komunën e Ulcinit, të vazhdojnë aktivitetet e tyre këtu në kombëtare, këtu të ruajnë gjuhën, të ruajnë traditat e tyre shqiptare dhe mbi të gjitha të vazhdojnë të kenë një rol kyç, themi edhe politik, për arsye siç e kanë pa ata edhe në zgjedhjet e vitit 2019, po ashtu edhe në zgjedhjet e vitit, domethënë të vitit kaluar, cilat edhe këtij vitit faktikisht, domethënë cilat janë ka zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet domethënë parlamentare, kanë treguar domethënë një rol të rëndësishëm, sepse ata me votat e tyre kanë bërë edhe dallimin në anët vet aty, sepse nuk e din se çka bjen koha, edhe nëse vjen koha I sot 10 vite, 20 vite që Tuzi dhe Malcia ndoshta të zhvillohet, të arrijnë normalizimin përgjithsisht Shqipëria dhe themi krejt Ballkani, të arrijnë nivelin standardet të cilat I kanë shtetet Bashkimit Evropian, përpos që nuk do të jenë më interesante se të emigrojnë në Amerikë, do të kenë ndoshta nesër persona të cilët do të vinë edhe nga këtu do të kthehen mbrapa në vendin e tyre që të jetojnë, zhvillohen dhe të punësohen. Kështu që diasporat vazhdojnë të jenë e bashkuar, të jenë e koordinuar, mirë me vetë përfaqësuesit politik atje të cilët gjenden në Maltezi dhe ta vazhdojnë kontributin e tyre siç e kanë vazhduar deri tani, edhe në aspektin e ndihmave të cilat I japin si për skamdor, si për studenta, si për ata si me votën e tyre, po ashtu çfarë do ndihmet, sepse ne popullata më e madhe e atyre territoreve shqiptare në Maltezi jeton jashtë atyre territori. Kështu që këtu kanë edhe mundësi edhe ekonomike, kanë mundësi edhe njerëzore,
që të vazhdojnë do të japin kontributin e tyre siç e kanë dhënë deri tani, edhe tash duhet ndoshta edhe diasporat punojnë pak më shumë sepse gjeneratët e vjetra vetëm janë vjetërsua, gjeneratët e cilat kanë ardhur përpara një herë këtu, edhe tash vesh kanë filluar ta marrin gjeneratët e reja. Gjeneratët e reja, por e shoh se edhe këtë gjeneratët e reja kemi një frymëzim, kemi një punë jashtëzakonisht të madhe, edhe atyre të cilët kanë lindë këtu e kuptojnë rëndësinë e diasporës, rëndësinë e organizimit diasporës për t'i ndihmuar me lindjes së vet. Unë të falenderoj shumë, isha e privilegjuar që kisha në emisionin Malësia e Madhe Bambësar, pra është emisioni që të themi historia shqiptare, folëm për këtë trev, sollëm mendoj se shumë gjëra të cilat kanë nevojë për t'i ditur jo vetëm bashkëtarët që janë nga zona e Malësisë, por gjithë trevat shqiptare, sepse duke i njojtur trevat tona, mendoj se bëjmë mirë. Të falenderoj, me shpresë të shikojmë në një bisedë tjetër me juve. Faleminderit. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen. Pra ishim në bisedë me avokatin më njohur Engjël Goqa që është nga Malësia. Folëm për historinë e komunës së Tuzit dhe sollëm disa informacione të cilat janë me shumë vlerë. Dhe falenderojmë në emrin tuaj avokatin dhe mirupafshim me të ftuarin tjetër të radhës në emisionin Historia Shqiptare. Mirupafshim. Shqiptare me vargë malet moshatare, zanin porte e paskeruvet, qysh me je gjedo bashe